janë thjesht për efekte politike etj. Janë show. Po ne mund mbështetemi tani vetëm tek Turqia, edhe Amerika. Ne tradicionalisht kemi patur dy aleat. Kemi patur një herë Austro-Hungarin, ajo s'ekziston më si fuqi, dhe sot kemi Turqi dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat janë të qarta të vendosura që na sigurojnë mbrojtjen tonë. Po të mos ishin këta dy, ne nuk do ekzistonim sot edhe do flisim bashkë. Sepse të gjithë këta që kemi rreth rrotull neve presin momentin. Presin një moment që të ashtu. Greqia për shembull e ka të sigurt se ka 2 shekuj e ca që ka 2 mbështetje të fuqishme evropiane, Francë dhe Angli mbrapa. Gjithnjëri ka patur këto dhe i ka. Dhe Franca ka një politikë tradicionale antishqiptare. Dhe nuk e ka fshehur asnjëherë, dhe nuk e fshet. Ajo mbështet për arsye të historike etj. Ka mbështetur Greqinë për t'u kundërvënë Turqisë, perandorisë turke. Dhe ne na ka konsideruar gjithnjë si vend mysliman, i cili nuk mund t'i hapet rruga në drejtimin e Evropës. Dhe kjo duket që ne kemi 35 vjetë s'na qas njeri akoma tek Evropa. Po ne mund të krijojmë aleanca të tjera dypalshe, ndoshta si Greqia me Francën, ne mund ta krijojmë ndoshta Ballkan e vogël, po me Kroacinë. Nuk po flas për Turqinë, pra se polë më larg. Kroacia është një vend i vogël, domethënë është pothuajse sa neve, megjithatë ajo ka një farë organizimi në mbrojtje, ka ruajtur strukturat ushtarake dhe ruan industrinë ushtarake. Një pjesë që ka qenë pjesë e industrisë ushtarake të ish Jugosllavisë, të cilat ajo nuk i prishje, nuk i shkatërroi, por i ka në eficiencë. Dhe në Serbia, që ka patur në atë kohë i ka dhe sot rreth 100 uzina ushtarake, i ka në dispozicion edhe i man punë. Një pjesë i ka në Bosnë, edhe koteron me to. Dhe këto vende bashkëpunojnë me vende të tjera për modernizimin e vazhdueshëm të industrisë. Për shembull, Serbia bashkëpunon me Korenë e Veriut. Dihet nga të gjithë. Domethënë, blen makineri, blen teknologji, merr specialistë, kooperon, çon njerëzit e vet për kualifikime, ku diun, dhe në disa vende të tjera. Pra, nuk e ka shkatëruar industrinë ushtarake, nuk e ka braktisur mbrojtjen e vendit. Edhe Kroacia ka një seri uzina shumë të mira që i ka në dispozicion. Por nuk është një fuqi ushtarake që mund të lidhesh një aleancë, se ka potencë të vogël. I vetmi shtet që ja vlen të bësh aleancë është Turqia në Evropë, asnjë vend tjetër. Vendet e tjera ne nuk na duan. Janë teorikisht, zyrtarisht janë antishqiptar. Pavarësisht nga ato elozhet e ditës sipërfaqësore, llustrat e fjalët e bukura, të drejtat e njerëzit, të drejtat e kombeve, ato janë pralla për kalamajt. Ata në fundit e din pozicionet e tyre dhe edhe qëndrimi zyrtar ndaj Shqipërisë. Pra do shtrëngojmë Turqinë. Pra ne në Evropë na ka ngel ky vend. Nuk ka vend tjetër që mund na shërbejë ne si aleancë. Po Gjermania, sepse Franca dhe Britaninë i rreshtuat në krahun tjetër, po Gjermania.